Në Galerinë e Arteve Nikolet Vasia në Durrës u çel ekspozita Pasion për pikturën, duke sjellë për artëdashësit një koleksion veprash që pasqyron talentin, ndjeshmërinë dhe krijimtarinë e piktorëve Kastriot Gjinplaku, Ardit Faja, Migena Papajani, Sonja Morina, Ermir Llaftiu, Gentian Faja dhe Ergys Faja. Në qendër të ekspozitës është piktori nga Sheta i Ishmit, Kastriot Gjinplaku, i cili ka ftuar në këtë ekspozit edhe kolegë të tjerë. Dhe këtu zgjodha nga ajo që jem apasionant për pikturë, e kam pasion, edhe deri diku them që ja arrita qëllimit edhe shndrova në realitet. Edhe kryesisht fokusohem më tepër duke bërë peizazhe si pikturë, por edhe portrete. Për të plotësuar një pjesë të ekspozitës vendosëm që të bashkoheshim bashkë me miqtanë, me piktorët Ermir Llaftiu, Genti Faja, Sonja Morina. Vendosëm të bashkonim punimet për të plotësuar një pjesë të ekspozitës së parë të Kastriotit. Mënyra se si organizua kjo ekspozitë ishte një gjë interesante. Ishim të ftuar nga Kastrioti, i cili ai është kryesori në këtë ekspozitë, të cilët do të thojë edhe dy fjalë edhe për sa i përket krijimtarisë të tij artistike me një lloj naivizmi pozitiv edhe shumë interesant, kështu që pranova si mik që e kam që të jem pjesë e ekspozitës. Ekspozita përbëhet nga punime në gjininë e peizazhit dhe fton publikun të zbulojë botën artistike të secilit autor të pranishëm.